Rrugëtimin si një parti vlen pritet ta fillojmë në 9 maj të këtij viti, kur edhe zyrtarisht do të mbajnë kongresin e parë të partisë. Bilal Kasami, një nga krerët e këtij koalicioni, ka njoftuar se grupi i punës është duke punuar dhe është në përgatitje të programit, platformës dhe statutit të partisë. Në vlen, vazhdon punët grupi i punës në drejtim të koordinimit të aktiviteteve për përgatitje të kongresit të parë, i cili është dakurduar të jetë me 9 maj. Në këtë fazë grupi i punës punon në drejtim të përgatitjes së programit, platformës dhe të statutit të partisë, ku do të jenë të përcaktuara të gjitha parimet bazë të funksionimit të vlenit në periudhën. Mes tjerash, Kasami ka njoftuar se brenda vlen është vendosur që partia të ketë 2 kryetar, 9 kryetar, sekretar gjeneral, po edhe organe të tjera. Ajo që ne kemi thënë edhe më herët dhe nuk besoj risi, dakordimi fillestar është që vlen të funksionojë me 2 bashkryetar, të ketë 2 nënkryetar, të ketë sekretar gjeneral dhe sigurisht pastaj edhe organe tjera siç janë sekretariatet. Të gjitha partitë politike pjesë e koalicionit vlen kanë ndërmarrë veprime konkrete për shkrirjen në një subjekt, duke shkrirë organet e partive autonome, duke autorizuar krerët e partive në fjalë për të vazhduar bisedimet për bashkim në një subjekt të vetëm.